Një person u qellua nga forcat e rendit pranë monumentit të Washingtonit shumë afër shtëpisë së bardhë në një incident që ka sjellë masa të menjëhershme sigurie në kryeqytetin amerikan. Ngjarja ndodhi në zonën e 15th Street dhe Independence Avenue. Shërbimi sekret konfirmoi se rrethanat dhe gjendja e të plagosurit nuk janë ende të qarta. Autoritetet bën thirrje që zona të shmanget, ndërsa ekipet e emergjencës ndërhyjnë. Sipas shërbimeve të emergjencës në Washington, një burr i rritur u transportua në spital, ndërsa një adoleshent mori trajtim në vendngjarje për plagë të lehta. Shtëpia e bardhë u vendos përkohësisht në izolim, ndërsa gazetarët që ndodheshin jashtë u shoqëruan në sallën e konferencave për arsye sigurie. Presidenti Donald Trump, i cili po zhvillonte një aktivitet me biznese të vogla, vijoi programin pa ndërprerje. Personeli i shërbimit sekret të SBA-s është në vendngjarje ku ka ndodhur një incident me të shtëna, në cilin është përfshirë një oficer. Një individ u qellua nga forcat e rendit. Gjendja e tij aktualisht nuk dihet, tha Departamenti i Policisë Metropolitane. Incidenti vjen pak më shumë se një javë pas një tjetër ngjarjeje të rëndë sigurie, kur një person i armatosur tentoi të hynte në darkën e shoqatës së korrespondentëve të shtëpisë së bardhë. Sipas autoriteteve, ai mbante armë zjarri dhe thika, ndërsa një efektiv i shërbimit sekret mbeti i plagosur gjatë ndërhyrjes. I dyshuari Cole Thomas Allen është vënë në akuzë.